Më 27 prill 2025, pamfleti publikoi skandalin e transferimit të dosjeve të tenderve dhe kontratave koncesionare të Ministrisë së Shëndetësisë në depot e një kompanie private me urdhër të ministres Albana Koçiu. Kompania quhet Albanian Archives dhe është e regjistruar si arkiv privat me Selinë Kashar. Në pamje të parë mund të duket si një kontratë logjistike teknike, por pas kësaj fshihet një ndërthurje e frikshme mes politikës, biznesit dhe krimit organizuar. Sipas regjistrit të QKB dhe të dhënave tatimore, 20% e pronësisë së kësaj kompanie i përket Erald Kaprit, deputeti sapo zgjedhur i Partisë Mundësia, i afërt me Agron Sheajn, por partneri kryesor i Kaprit në këtë kompani është një emër i njohur për autoritetet e rendit dhe inteligjencës kriminale, Erald Myftaraj, me 40% të aksioneve. Ky emër është i lidhur me trafikun e drogës, kontrabandën e makinave dhe armëve, si dhe pastrimin e parave. Ai rezulton të jetë pjesë e rrjeteve kriminale në Elbasan, po gradehet se e Peqin, i përmendur edhe në lidhje me grupin e Zamir Balliut. Erald Myftaraj është gjithashtu pronar i kompanive Meteo dhe Al Meksud, si dhe i një koncesioni 35 vjeçar për një fidanishte shtetërore në Peqin, por tak i fshehur figuron ish ministri Bledar Çuçi. Tani shtrohet pyetja, si ka mundësi që një kompani me urtak të tillë po mban në duar të gjitha dosjet e shëndetësisë shqiptare, kush e garanton integritetin e atyre dokumenteve që janë transferuar në mënyrë të paligjshme në ambientet e një firme private me lidhje kriminale? Për më tepër, kjo kompani përket një deputeti në detyrë, pra mbrohet me imunitet, dhe një trafikanti me lidhje të ngushta me struktura të thella të botës së krimit. Çfarë do të ndodh me këto dosje? Apo përdoren për shantazh, zhdukje dokumentash apo për pastrim të dhënave komprometuese? Në një vend normal, SPAK do të kishte zbarkuar menjëherë në ambientet e Albanian Archives për sekuestruar të gjitha dokumentet e shtetit që janë futur në duar të privatëve, por në Shqipërinë e Ramës, dosjet e shëndetësisë të një sektori me qindra milionë euro tender ruhen nga urtakët e bandave dhe më ironikja, njëri prej tyre është tashmë në kuvend.